Edi, që kishe bati me 200.000 euro? Unë, Bitcoin. isha të në kazino. Po, i sa shumë në kësoj marrë, ta në slot. Unë e qak shapos. Jo, ngom, unë e qak shapos shef. Qak shapos. Zemër, kretë ki dollë. Pikë çakete. Lërë një të flasë qunin. Se kam O, parë. e, trashe zonin se s'po t'lon. Jo, sot. Trashe zonin ala më. Po vërtet po më. Jo, e pra. Çka Do vesh çaketë sa? Çka kishte bërë? Unë e kisha pas shef. Me shku të një familje, me shku të një familje edhe mi aplëcu ta na kushtet nevojale që janë, që kanë nevoj, pe as denxhe. Unë personalisht kisha pas qef me avo që ashtu. Do të pyes diçka? Po. Po sigur për shembull, Pa? një familje edhe një pjesë me hap një fondacion super transparent. Ja, s'ka fundacion tone. Ato janë rana për mu, fundacioni që fundacioni. Ja, shkon të ngam. Të une ja bëj kështu. Ka plot fshatra në Kosovë, që kur të kalesh me makinë, kur të kalesh me kerr, e shënej familje të varfur. Kazualisht. Po. Ose dikush që ka nevojë që edhe njef, apo kupton? Edhe ashtu Që është në kazo ekstrem, thua ti. që është për një mend gjendje ekstreme financiare. Kom nevojë mi aplëcu me emra dhe me mobilje, me shtëpi, mi abu një shtëpi një kamp, mi arrugullu me banjo, me krevat, e me tana sanë një, që ashtu kom qefone. Do të thot 20-30 mijë mi abu finta. Ato tjerat i kisha rujt atër për vetë. Sigurisht. Është një mision të në Kosovë, në Libani, i Kosovë. Ti do që gjatë do kishe bën me 200.000 euro. Pletës janë komplet vetëm, Po, di. sa shkon në Liman, ata janë shumë e mirë. Gjena, valla, Pletës gjena, janë valla. komplet vetëm, janë në shtëpi vetëm, banim, po asise, shkon në Liman, shumë emision i mirë. Ku është ky emision e jashtë? Jo këtu në Kosovë. Disa do i kisha ndarë me familje. E të tjera do t'i kisha investuar për në Sa unë kam da mendjen pi që do hap një diku. kështu fondacion, po super transparent, e kam menduar dhe sistemi si do jetë super transparenca. Një sekund. Sërse do bëja Deri te do fiskale të investoja në një investimit, shtëpi diku. edhe deri që te e kam kërkesat e njerëzit. Unë jam marrë A për kishe para pas shumë, besim po ti? në mënyrë jo publike. Të Alba? Po, Unë e kam bërë para një vite gjysmë për publike, çka? dhe di si e kam Për bërë. çka besim të Alba? Për Kërkoj ndjes. fondacion, bro? super transparent. Po, E di çka kam bërë vitin e kaluar për fondacion për kështu? E bëra publike. Te story në Instagram. E kam da mendjen bëj një humanizëm, po le ta bëjmë së bashku, që ta bëjmë më të madhe. Ishte hera parë edhe sa isha bërë figurë publike, ta them drejtën nuk është se blodha shumë, blodha vetëm 700 euro. Shtova edhe pak nga vetja. Edhe po kërkoja mendim nga njerëzit ku me shku. Më dëgjoj vetëm pak se është shumë interesante si e mendova. Dhe tani, e mora makinën time, shkova deri në Gjirokastër se më tha se atje ka shumë varfëri, po unë s'kisha qenë asnjëherë në Gjirokastër. Unë nisa, edhe për atë zot, e mora makinën, e mbusha vetë me lekët e mia, shkova deri atje se ndim pse shin, po ta mendoja që të merja lekë për aty. Edhe tani, para se të nisë për atje, nisën gjithë të më shkryjnë. Alba, ata para, hajde investoj të marketi im, do t'jap kaq çlirim, ata në Tiranë që ishin supermarketet. Edhe unë thash, po pse me i marrë të supermarketet? Kurse Gjirokastra është vend i varfër, do shkoj te dyqanet e varfra të Gjirokastrës, t'ju a blej gjithë produktet, që t'ju jap lek atyre, dhe me ata produktet shkoj te familjet e tjera. Dhe unë kisha bo plan, thjesht shkoj me një dyqan dhe të shkoj te një familje se thash me 700 euro çfarë do marr. Edin, është shumë pak 700 euro. Ashtu si e shohim në Tiranë. E kam shku në Gjirokastër, 4 markete lagje i boshatisa gjitha. Ata gratë nisën shofin me lotën sy, edhe burat, edhe gjyshi, a di nuk knaqën. Pastaj kur u nisa unë për të familjet, nisën ata të marketeve në drejtojnë mu të familjet. 4 dyqane, 7 shtëpia familje që janë mbush për 6 muaj me gjitha ushimet bazike dhe gjithë detergjintet bazike. Që u nisa për një market edhe për një familje, përfundoj 4 markete dhe 7 familje. njeti i pastër. Ama, ai momenti e u mblodhen, më dëgjoj vetëm pak, u mblodhen gjithë lagja për jashta, e pan që u shpërndan ndihma, u mblodhen gjithë fëmijët e lagjes, familjeve tjera, edin?
shifnin me lotë sy, me gjithë gzim, që janë ata qeshë, Profesor, do ma ndërkoj everything fusa ore? shtëpia tjera, ata ishin shtëpia tjera, mu argjun produktet, mu argjun lekët, s'kisha as vetë për vete lekë, s'kisha as karta, si gjë. Në gjuhë të huj. Nuk ishte pas moment më të dimshëm se sa do të shofe një fëmijë i vogël me lotë në sy, edhe ti mos mundesh bësh asnjë gjë në atë moment. Edhe vetëm një gjë i thash, Alba do të kthehem prapë. Edin, një vit s'ka mund bëj asnjë gjë, se ndoshta kam qenë vetë budale, se kohën po du me gjej, me kryojmë. Ama me zi pres dal për këtu, se po mos ishte për këto, do i kisha bo që shtator, 2 idet e biznesit, plus edhe këtë pjesën e fondacionit, 100% transparent, nga thithja e legve, deri te fiskalet, edhe deri te nisja nga Tirana, deri te familja, gjitha me inqizime me çdo gjë. Le ta shohim 10 veta, mjafton të jetë fakti aty që është 100% transparencë dhe këtë dua ta bëj vetëm për ndihmën. Jo që unë të marr pushtet, vëmendje ose lek. Prandaj 100% transparencë. Nuk kam ndjen ndonjëherë një dhimbje më të dhimbshme se ata fëmijët e vegjël që po i shifnin qeset me gzim dhe mendonin se do shkonin te ata. Ishte shumë. Për foto Instagram. Edhe atje nuk ishin vetëm 4-5 shtëpi. Atje ishin ja 20-30 objekte me nga 7-5 kate që ishin gjithë familjen brenda. Gjithë ngushtet mjerueshme. Gjithë muret e qame, gjithë ju pikonte ujti, nga qatia ata që ishin me shtëpia, gjithë ishin me tualetet nuk i kishin me pllaka, as për betoni, për tube. Atë që rënde kishin gjendjen. Nuk e di. Ka qenë një moment shumë sensibilizues se kam thënë asnjëherë s'ka për ta ndalë më këtë gjë për ta bërë fuqishëm. Se më kënaq, më plotson shumë. Unë ndihem e lumtur kur e bëj atë gjë. Jo vetëm unë, e kam vërit që çdo njeri ndihet shumë i lumtur kur ndihmon të tjerët. E din sa do keq bëhemi njerëzit, në fund ditës e shohim që gjithë kemi një të përbashkët. Kur vjen te te dhimbja e madhe, gjithë bashkohemi shpirtnisht për ta ndihmuar tjetrin. Me vjellë. O, kom pi vojëllije. Atë s'kam ndërmend më ndal. Njerëzit paragjykojnë për fondacionet, po kanë për ta ndryshuar komplet rrjedhën e fondacionit. Që të shohin që fondacioni mund bëhet edhe 100% transparent. Jo si tjerë që thua 100%, edhe nga ana zhvillin lekët, krijojnë pushtetin, krijojnë kontaktet dhe s'ju intereson më për fondacionin. Se di fondacionet që kanë fjala shumë emër, edhe qarë bëjnë, vetëm për kamera për gjëra, i thënë fëmis durode 2-3 ditë spital, sa ti sjellim kamera gjëra, të t'inqizojmë ne ty, edhe atëherë ne do ta japim ndihmën financiare. O, vlla, nuk bëhet fondacioni për kamera dhe për të pritur, për audiencë. Ajo nuk është fondacion. Jo. Shpirtnisht nuk është. Jo. As moralisht, as etikisht. Po. Kot që e ke bë, se për ty nuk vlerësohet, ti e ke ndihmuar vërtet, po ty nuk vlerësohet që e ke bë. Si është një fyshti kimike. Nuk e di. Ktu kshu janë shumica. Një dytë që më shumë. Që s'kon jo veç këto. Ama nuk kam për t'ju shkep fare, nuk më intereson. Edhe dy biznese që do i hapi që edhe vetë ta sponsorizojnë këtë drejtim, që unë mos varem nga askush. Edhe rase askush nuk jep lek mujt e parë, unë vetë do shtoj lek. Edhe di që edhe vetë familja ime dhe vetë shoqënia ime ngushtë. Me 1.000 euro, 1.000 euro, 2.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, 3.000 euro, punë e madhe, vetëm starti tjetë. Si të vazhdoj, le të vazhdoj ardhmja, edhe 100 euro në muj. Vetëm të filloj e starti, si të vazhdoj, po kur mos më undal asnjëherë këtë drejtim. Gjatë gjithë jetës asnjëherë mos mund dal. Ama me qëllim publike që të bashkohen më shumë njerëzit. Dhe njerëzit t'ju rikthehet pak besimi që ka pak mirësi, ka pak besim dhe ka pak transparencë. Se skeptik Nuk jemi janë në këtë gjithë drejtim. këqij, edhe nuk janë gjithë mashtrus, edhe nuk janë gjithë gënjeshtar. Absolutisht. Unë jam femër, më përpara e ndjeja shumë peshën, ose ndoshta se dola vetë me luftu sistemin, e ndjeja peshën do luftoj, do fitoj lek, do arri këtë, do blej këtë, do bëj atë, dhe bëj pasaj familjes shu ashtu. Tani kam rënë një balans totale dhe nuk e ndje veten që unë shkoj me i bë këta gjëra, thjesht kem një modesti në jetën time, në bizneset e mia thjesht modeste, dhe thjesht me e bë këtë gjëjën tjetër. Kuptoj që në mënyrë paralele dhe familja im kur vjen koha me kriju familjen time. A më e shoh kështu, nuk dua asnjë gjë tjetër, vetëm modestia, edhe vetëm t'i ndihmoj tjerët. Dhe papir dyshimi, i madhi Zot, aty është. E di sa të balancu me ndje për herë të parë në jetën time.
Më përpara isha shko këtu, shkoj aty, bëj këtë, bëj atë, fito këtu, fito aty, bëj kështu, bëj ashtu. Basta. Me qef, me qef. Që tu i ki originale, besoj edhe që ato e në originale. Kisha hi në ndrim, bro. Qa? Ndrim. Ja.